Janë publikuar pamje të rënda nga një sulm me armë në një shkollë profesionale në Turqi, ku një 19 vjeçar hapi zjarr dhe plagosi 16 persona, përpara se të humbte jetën gjatë ndërhyrjes policore. Ngjarja ndodhi në orët e mëngjesit në shkollën e mesme profesionale dhe teknike Ahmet Koyunxhu në Siverek, Sanliurfa, ku autori i dyshuar hyri i armatosur dhe qelloi pa dallim ndaj nxënësve dhe stafit, duke shkaktuar panik të madh. Sipas autoriteteve turke, 19 vjeçari Omer Ket, ish nxënës i shkollës, kishte ndjekur mësimet deri në klasën e 9 dhe më pas ishte regjistruar në një program me mësim në distancë. Gjatë operacionit policor për neutralizimin e tij, ai dyshohet se i dha fund jetës brenda ambienteve të shkollës. Raportohet gjithashtu se para sulmit, ai kishte publikuar një mesazh paralajmërues në Instagram ku shkruante: "Përgatituni, do të ketë një sulm në këtë shkollë brenda pak ditësh." Në vendngjarje u dërguan forca të shumta policie dhe ekipe mjekësore, ndërsa dëshmitarët thanë se sulmuesi fillimisht hapi zjarr në oborr dhe më pas hyri brenda godinës duke vijuar sulmin.